Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Tymi mbulon një pjesë të autostradës Tiranë-Durrës si pasojë e një zjarri masiv, ndërsa në Fier policia arreston personin që i vuri flakën kodrave me ullishte. Qeveria premton reflektim për protestat, marrim në konsiderat kërkesat, por shqetësimet e qytetarëve duhet të ndahen nga grupimet e partive politike. Kryeministri Rama prezanton programin e përgatitjes së biznesit për në Bashkimin Evropian. Ekspertët do asistojnë sipërmarrjet për të përshtatur me Unionin. Hapet procesi i regjistrimit të nxënësve për klasat e para dhe të 10-ta. Prindrit do të kenë kohë deri në 31 korrik për të aplikuar në portalin e-Albania. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Pas ditën e kësaj të hënë, një zjarr masiv ka përfshirë një sipërfaqe me barishte në fshatin Koxhaz në Shijak, ku flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës. Si pasojë, një re e dendur tymi ka përfshirë edhe një segment autostradës Tiranë-Durrës. Kufizimi në pamje ka shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor, duke krijuar radhë kilometrike automjetesh. Për pasojë, autostrada është bllokuar përkohësisht për lëvizjen e automjeteve. Në vend ngjarje shkuan 5 mjete zjarr fikse për vënje nën kontroll të flakëve. Njëri përfundoi në prangat e policisë si shkaktari një zjarri masiv në Fier që shkrumboi sipërfaqe të mëdha me ullin dhe rrezikoi banesat. 20 vjeçari dyshohet se ndezi mbeturinat në fshatin Driz, por situata doli shpejt jashtë kontrollit, duke detyruar evakuimin e disa familjeve. Zjarri që përfshiu të dielën sipërfaqe të tëra me bimësi në fshatin Driz të Fierit erdhi pasi një 20 vjeçar po diqte barishte në tokën në pronësi të babait të tij. Flakët ndihmuara nga era dhe temperaturat e larta dolën jashtë kontrollit, duke përfshirë një sipërfaqe të madhe në fshatin Driz dhe në fshatrat përreth, ku shkaktuan dëme të mëdha. Shërbimet e policisë evakuan 12 familje, banesat e të cilave u rrezikuan nga përhapja e flakëve. Për të shuar zjarrin u deshën më shumë se 9 orë punë. Në operacion u angazhuan helikopter, mjete zjarrfikse të forcave të armatosura, forca të shumta të ushtrisë dhe policisë, si dhe ekipe të urgjencës mjekësore. Banorët thonë se bilanci i dëmeve është i konsiderueshëm në banesa, mjete bujqësore, vreshta, ullishte, por edhe në bazat ushqimore për bagëtit. Para mua me të shtëpia, që dua të vi një inxhinier të kontrolloj shtëpinë, se nuk më mban me shtëpi. Mund të bjerje, rrjet elektrik brenda jo, hidrolike të tëra. 2 lyme gjysmë vresht një herë të vinte keq veja ta shikoja atje në vend. Ullin, kunapi jeton në Itali familjarisht, janë djegur gjithë ato rrenjë ullin. Neve na janë djegur 2 baca me ullin, nga 25 rrenjë që kisha 50 rrenjë ullin, njëri janë bërë kështu shkrum. Erdhën zjarrfikset, erdhën ata me pompa ushtria, të gjithë që ndikuam atje me çunxhexhajt, me ujëra, me gjëra që takon pompat, që bën neutralizimin e disa gjërave. Plus avionin nga lart, se bën se ish avioni mund të ishin djegur shumë gjëra, do ishin bërë katastrofë para. Sipas të dhënave zyrtare, zjarri përshkoi rreth 100 deri në 110 hektar sipërfaqe me shkurre dhe ullishte. Zona u mbajt përgjatë gjithë natës nën monitorim nga zjarrfikësit dhe patrullat e policisë për të parandaluar çdo riaktivizim të mundshëm të vatrave. Ndërkohë edhe në Lezhë, forcat zjarrfikse mundën të neutralizojnë në kohë vatrën e zjarrit në Tale, e cila u përhap me shpejtësi përgjatë vijës bregdetare, duke djegur një sipërfaqe me gjatësi afërsisht 1 kilometër. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo pranoi se qeveria po merr në konsiderat kërkesat dhe të drejtat e protestuesve, por sipas tij, shqetësimet reale të njerëzve duhen ndarë nga agjenda politike e grupeve të caktuara. Qeveria është e gatshme të marrë në konsiderat disa nga kërkesat e protestuesve. Në një konferencë për mediat, Ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo u shpreh se është detyrë e ekzekutivit që të jetë në dispozicion të qytetarëve dhe nevojave të tyre. Detyra jonë si qeveri është absolutisht kryejmë kushtet e duhura që flamingot të ndihen si shtëpinë e tyre kudo. Dhe duke referuar kërkesave, unë t'i them vetëm një gjë, dhe unë jam pjesë e grupit të punës që
ne jemi duke marrë shqyrtim të gjitha ato kërkesa që janë të qëndësishme. Janë disa prioritete të reja që ne patjetër duhet i marrim konsiderat. Megjithatë, ministri theksoi se më parë duhet bërë ndarja nga ata protestues që janë realisht të shqetësuar, me pjesën tjetër që po përdor tubimet për interesa politike. Por një gjë është e sigurt që qartazi duket sikur flamingot kanë shtektuar nga bulevardi. Që të jemi sinqertë, këto tre kërkesa në fakt nga një subjekt politik janë kërkuar përpara se të fillonte protesta, që të jemi sinqertë. Në fakt për paketën e maleve pasi e kam ndjekur sepse është një program që e ndjek në kuadër të portofolit. Ishi filluar mblidheshin dhe firma për sa i përket kësaj nisme. Ndërkohë, Demos sqaroi dhe punën e bërë nga Komisioni i Posaçëm për Reformën Territoriale, ku shpjegoi se duhet më shumë vëmendje për funksionet e bashkive. Ne duhet të shohim në ditën e vijim se si do të jetë vendimi final i komisionit, që do të dalim me 2 raporte apo me 1. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe unë vazhdoj ta nënvizoj, është që komisioni duhet marrë në konsiderat të ndryrave që duhen bërë për sa i përket funksioneve dhe atë çfarë bashkitë kanë. Ministri për Pushtetin Vendor bëri me dije se gjatë ditëve në vijim do të prezantohen paketat për masat e marra sa i përket ujësillësi dhe kanalizimeve, si dhe për mbrojtjen nga zjarret. Ambasadori gjerman reagoi për protestat të Tiranë duke thënë se është pro çdo aktiviteti që bie ndesh me vlerat e BE-s, por diplomati dënoi dhunën duke e quajtur të pajustifikueshme, ndërsa përsëriti mbështetjen e vendit të tij për antarësimin e Shqipërisë në Union. Teksa në kryeqytet prej më shumë se një muaj mbahen protestat që nisën si kundërshtimi i projektit të investimit në Zvërnec, ambasadori i Gjermanisë Karl Bergner në një koment mbi këtë çështje tha se mbështet drejtën e tubimeve, por dhuna është e pajustifikueshme. Çdo aktivitet i shoqërisë civile që zhvillohet në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është i mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me këto vlera. Kush mban përgjegjësi për aktet e dhunës është ende çështje që duhet të sqarohet. Diplomati theksoi se Gjermania mbështet Shqipërinë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ne mbështesim Shqipërinë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është i përkushtuar ndaj këtyre parimeve. Mbështetja jonë është veçanërisht në aspektin teknik të procesit, por vlerësojmë edhe të gjithë ata që në jetën e përditshme mbrojnë sundimin e ligjit, mjedisin dhe vlerat evropiane. Ambasadori Karl Bergner i bëri këto deklarata pasi mori pjesë në ceremoninë në Borov, ku kujtuan viktimat e masakrës së 6 korrikut 1943. Kjo është e dhimbshme për mua, sepse ndaj dhimbjen e banorëve të këtij vendi dhe të familjeve që ende jetojnë me pasojat e asaj ngjarjeje. Është e dhimbshme edhe për mua si ambasador, sepse kjo ndodhi në emër të Gjermanisë dhe të popullit gjerman. Por, njëkohësisht, ne duam të shohim drejt së ardhmes. Ne themi gjithmonë, kurrë më, dhe kjo nënkupton ndërtimin e një shoqërie të bazuar tek toleranca, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit. Këto janë edhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. 83 vite më parë, në fshatin Borov të Kolonjës, historia shqiptare do të përjetonte një nga faqet më të zeza. Një divizion gjerman krejoi një nga masakrat më të rënda ndaj popullsisë civile, duke djegur fshatin dhe vrarë 107 banor të pafajshëm, mes tyre shumë gra e fëmijë. Kryeministri Rama prezantoi programin kombëtar të përgatitjes së biznesit për në Bashkimin Evropian. Për këtë qëllim do të krijohet një platformë e posaçme dhe një rrjet ekspertësh të certifikuar. Ata do të asistojnë sipërmarrjet me qëllim për shtatin e tyre me standardet që kërkon Unioni. Mjafton vetëm një ide e mirë për biznes, pasi për pjesën tjetër mendon qeveria. Me një linjë kredie prej 250 milion eurosh, pjesë e nismës 2 fisho biznesin tënd, kryeministri Edi Rama premtoi mbështetje për bizneset me synim për afrimin e tyre me standardet e Bashkimit Evropian. Çdo sipërmarrës i vogël dhe i mesëm që ka gjithçka përveç financimit, do ketë financimin. Do ketë financimin me mbështetjen e qeverisë shqiptare, fal linjës kredisë së Bankës së Shqipërisë dhe marrëveshjes që ne kemi bërë me bankat e nivelit 2, nëse do të ketë nevojë për më shumë, ne do bëjmë më shumë. Gjatë prezantimit të programit kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian, Rama tha se do të nisë një seri takimesh me sipërmarrjet për t'i përgatitur ato për tregun e madh ekonomik të Unionit. Duam të informojmë 48.000 ndërmarrje në të gjithë vendin. Një për një.
Duam të ngrem bashkarisht një platformë kombëtare të mbështetjes biznesit dhe të krijojmë rrjetin kombëtar të ekspertëve dhe të konsulencës. Synimi sipas kreut të qeverisë është ndërtimi i një ekonomie më konkurruese me produkte të certifikuara sipas standardeve të BE-s. Duam që të rrisim standardizimin dhe certifikimin sipas standardeve të BE-s dhe natyrisht në fund konkurrueshmërinë. Për vitin 2026, qeveria ka parashikuar më shumë fonde për biznese dhe sipërmarrësit përmes instrumenteve si Banka Shqiptare e Zhvillimit, Garancia Sovrane, si dhe një fond prej 6 milionë eurosh për mbështetjen e ideve inovative të sipërmarrësve të rinj. Sali Berisha mbrojti privatizimet e bëra gjatë kohës kur ishte kryeministër, përfshirë edhe ish klubin sportiv Partizani. Sipas tij, kjo politikë ishte në qendër të programit qeverisës të Partisë Demokratike. Dëshminë e ish ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në qeverinë e parë të tij, ish kryeministri Berisha e sheh si të vërtet absolute. 2 javë më parë në gjykatën e posaçme Ylli Pango dëshmoi për procesin Partizani, ku i pandehur është Berisha me dhëndrin e tij dhe 3 persona të tjerë, duke thënë se ka zbatuar programin e Partisë Demokratike për çështjen e pronave. Ajo ka qenë mbajtje e fjalës, nuk ndaja fjalën nga veprat. Kisha premtuar privatizimin e objekteve të privatizueshme dhe kam proceduar me shpejtësi më të madhe. Qeveria e Partisë Demokratike ka privatizuar në një vit, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, 104.000 objekte dhe sipërmarrje të vogla. Paralelisht, teksa Berishës i duhej të përmbushte detyrimin ligjor për të paraqitur në SPAK, këtë të hënë në gjykatë u paraqit edhe ish ministri i mbrojtjes Gazmend Doketa, të cilin kryedemokratia e inkurajoi të thotë gjithçka di për procesin e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. Në dosjen hetimore flitet për një komunikim të tensionuar mes Oketës dhe generalit Vladimir Qyriazi. Ky i fundit thotë se është vënë në presion të firmoste urdhrin për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani, përndryshe do të kishte një masë disiplinore. I pyetur nga media, ish zyrtari përjashtoi mundësinë që kjo të ndodhte. Unë nuk shquam për acarim bisede apo për tone agresive. Ajo që ditë them unë që jo vetëm me zotin Qeriazi, por me cilin do, komunikimi ka qenë gjithmonë brenda kuadrit ligjor. Po pse për rastet e tjera që ka në zyrën e ministrit nuk ka bërë memo zoti Qeriazi, apo dhe ushtararët e tjerë? Pse për këtë rast pas ka një praktik veçantë dhe matet temperatura apo intensiteti i zërit të ministrit? Nuk më duket qëndrimi i një generali. Ish kryeministri po gjykohet për korrupsion. SPAK në përpilimin e akt akuzës pretendon se Berisha e vendosi aparatin shtetëror në funksion të privatizimit të ish klubit sportiv Partizani, që përfitues fundor të rezultonte dhënri i bashkëpandehur në proces, Jamar Maltezi. Avokatët e huaj që mbrojnë kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kanë përshëndetur vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, duke cilësuar atë si të kujdesshëm, të pavarur dhe parimor në zbatimin e kushtetutës. Sipas tyre, vendimi përfaqëson një tjetër rast ku gjykata kushtetuese ka evidentuar mangësi të rëndësishme kushtetuese në trajtimin e çështjes ka institucionet e tjera gjyqësore, veçanërisht sa i përket standardeve për paraburgimi dhe të drejtën për një proces të rregullt ligjor. Avokatët e huaj kërkuan që vendimi të zbatohet sa më parë dhe presin që ai të reflektohet edhe në qëndrimin që do të mbajë gjykata e lartë. Prindrit do të kenë afat deri në 31 korrik për regjistrimin e fëmijëve të tyre në klasat e para përmes portalit i-Albania. Apeli i ministres së arsimit Mirela Kumbaro ishte që regjistrimi të bëhet pranë shkollave të vendbanimeve. Ka nisur procesi i regjistrimit të nxënësve që do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës, si dhe i atyre që do të nisin arsimin e mesëm. Duke filluar nga kjo e hënë, prindërit mund të kryejnë aplikimet përmes portalit i-Albania, ndërsa afati i regjistrimeve zgjat deri më 31 korrik. Afati është 6 korrik deri në 31 korrik në i-Albania. Të gjithë prindrit duhet fillojnë procesin e regjistrimit. Me shumë rëndësi për fëmijët që regjistrohen për të parën herë në klasë të parë, të gjithë ata që kanë mbushur 6 vjeç, por edhe ata që kalojnë nga cikli 9 vjeçar në shkollën e mesme, pra në klasën e 10. Është shumë e rëndësishme të ndiqni udhëzimet në i-Albania.
Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro u bëri thirrje prindërve të respektojnë afatet dhe kriteret e regjistrimit, duke theksuar se nxënësit duhet të regjistrohen në shkollat e përcaktuara sipas vendbanimit. Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkitë, ashtu edhe për zyrat arsimore, të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor. Për gjimnazet me kohë të pjesshme, regjistrimet do të vijojnë deri më 11 shtator, ndërsa për shkollat e mesme profesionale, aplikimet përmes portalit e-Albania do të pranohen deri më 30 shtator. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.